Mimroma njerëz të mi të dashur, mimroma njerëz më të mirë në botë, kudo që jeni, tash edhe në botë, edhe në Kinë, tash bota, jo, Kina i bën që është më e madhe se bota, apo? Sonte në emisionin Akustik Night këtu në Radio Plus e kemi një këngëtar pak më të veçantë. Është Ermal Demiri, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Apo shove? Po. Sigurt? Në rregull. A mu mja nis? Po. 3, 2, mirë se ke ardhur edhe një herë. Mirë se u gjeta edhe një herë. Ermali është një ndër vokalistat që merr pjesë në për festivalet e ndryshme si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipni. Qysh filloi kjo ideja në festivale? Kush të shtini, kush ta merr, kush ta që din me knu, po ta bëj një pyetje pa lidhje kështu. Nuk e di prej vogël kështu, dashur është klishe se shumë këngëtarë thonë atë prej kur më kanë i vogël ja kam filluar me muzikë. Mirë po familjes besoj që janë shtysa më e madhe dhe që kam vazhdu edhe që më kanë motivu ma shumë për me edhe që kanë po atë talentin. Domethënë përkrahin më të madhe merr prej familjes. Shoqënia çka thot? A xhelozojnë atë përkrahin? Shumë nisa më përkrajnë, po tash nuk e di jam xhelozojnë. Po është mirë me xhelozun është kështu. Po pozitiv, për mirë. Xhelozi, po xhelozi pozitive. Cilën festivale, atë kujtohet festivali i parë që ki marrë pjesë? Po, kështu në fillim kam qenë pjesë e korit shkollës, kemi pas kjo është e bukur, okay. Pastaj edhe u bëna pjesë e korit qytetit Gjilanit në disa performanca tjera. Paraqitjen time të parë në një skenë të madhe kam pas me një festival internacional në Gjilan, në Rising Stars. Okej. Po. Edhe aty do me thonë ka qenë paraqitja ime e parë në skenë si solist. Po, kuptohet. Edhe ka qenë garë, aty u pozicionova në top 10 që në matë mirë prej 62 konkurenta. Okej. Edhe ashtu veç se vazhdova. Pastaj mora në ftesë për me performu me një festival në Sloveni, po ndodhi pandemia dhe u anullu. Pastaj gjatë pandemisë ku marrë pjesë në disa kompeticione tjera në online. Okej. Edhe aty jum paraqit mjaft mirë me diploma dhe besoj që në pandemi ki pas kohë me ushtru sa të dush. Po, tamam edhe pandemia ka qenë. Do kanë hek keq, do janë knash, do kanë ushtru, do kanë shëtit, si qifti jam edhe nuq. Shëtitje. Performanca e parë, atë kujtohet kër e ke bo? Dikun shkoll, me naj vend, që ke dalë me këndu live është fjalla, se playback, s'ma mërmendja që din me kënu. Se besaj këtë sen. Po live do me thonë tamon me një skenë të madhe ka qenë qajo në 2019, nuk është kështu ka pas edhe me paraqitje në shkollë fillore, po s'pe disa ja vlen me përmend. Jo, pse jo, patjetër. Atë kujtohet konga cila ka? Në Rising Stars, po ka qenë konga e Flori Muajesit Plas. Do me thonë cover? Po, cover. Cover. Live, gjithë shka. Live. Po kështu, a jetu bo muzik dikun, apo jo? Që na që i thojmë tezga dikun në për lokale, në për ake fillu? Për momentin jo, para 2 vite po kam bo ma shumë, kam qenë ma aktiv në për këto muzikat live, po pasaj fillova të u marrë me projekte, me paraqitje skenike si në Kosovë ashtu edhe jashtë, ku e kum pas vitin e kalum si një minitor në për Europë, ku kam paraqit edhe këngën Unspoken, gjuhën angleze, që është pritë shumë mirë, ku e kom paraqit në Prag, në Çeki, në Greqi, në Maqedoni, në Kazakistan, në shumë vende tjera, që është pritë shumë mirë. Si e tut me shku në Kazakistan? Jo. Edhe ku shku vetë. Qy? Vetë i ki gra aeroplanit, vetë i ki nxerë biletën. Jo, këtë pjesën o thashtë se mos e shku kështu pa e pytë kërkan. Festivalin Kazakistan ka qenë me të vërtet një ndër eksperiencat e mia më të mira, ku e thom shumë shpesh në ashtë ku mbo bajat, po Kosova do të me punu me shumë në atë aspekt, sepse ja vlen është një festival një ndër më të mdhajt në Azi, ku Kosova ka qenë për herë të parë pjesë, edhe unë kam qenë si përfaqësues i Kosovës në atë festival. Kjo është privilegj. Edhe më nuk në vitin 2024, edhe këtë vetë është në bajt, nuk ka qenë kërkush për Kosovës, edhe është pak më të keq, sepse është një event që nuk duhet me u humbë. A jetu luftu prap me vazhdu njëjtën ritëm?
me dalë në për Evropë, në për botë me na përfarcu? Ndoshta kësaj here nuk pe di jam ju përfaqësu kështu Kosovën, po me pas koncerte jashtë po. Oh, Edhe në 2026 besoj që kam fillu shumë mirë. patjetër. Mirë, atëherë Ermali sonte na ka ardhur vet, kështu që na dojmë me ndëgju një këngë të Ermalit, edhe unë e kum zgjedh këngën Me mujt. Ku është bo kjo këngë? Kush e ka bo tekstin? Kush e ka bo muzikën? A mund pak me bisedu? Po, patjetër. Kënga Me mujt është një ndër më speciale ndoshta që kam, edhe që ruaj kështu si kujtim veçantë. Okej. Është e punuar prej kompozitorit Florent Boshnjaku. Përshëndesim Florentin. Edhe unë e përshëndes shumë, edhe jam shumë i lumtur që e gëzoj një krem prej tij. Edhe tekstin e ka bo poetja nga Shkodra Ariola Zadrima. Bukur. Që kënga flet për një histori personale të autorës këngës. Edhe jam shumë i lumtur që ma ka besu mu, edhe jam shumë i lumtur që kënga kom arrit me performu live me orkestër në festivalin Lulebor në Shkodër. Bukur. Edhe aty e mora vendin e dytë. Edhe ka qenë një emocion jashtëzakonshëm, edhe një privilegj shumë i madh njëjtën kohë për mua. Edhe ku ke kënaqur plazh të gjiru klip? Nejse klipi ka ardhur ma vonë. Okej. Klipi ka ardhur ma vonë, se kënga është paraqit në fillim. Kuptohet. Në festival, pas një muaje, besoj ka ardhur dhe klipi pastaj që e kemi realizuar. Është një klip i thjesht, po i bukur edhe diçka simbolike që i shkon. Ku është realizuar? Cilën vend? Është realizuar në plazhën e Tales në Shqipëri. Aty ku ma shtraje qërë para me no. S'mujte me shku në Dubai, nështë të ma lirë kishe kaluodin. Mirë, atëre, unë po du me falenderu, para se me dëgju këngën, po du me falenderu sponsor tanë që janë Peperifiku edhe Friksi, e tash po du me ndëgju bashkë me juve edhe këngën e Ermalit që titullohet Me mujt. Ndëgjum pak këngën Me mujt. Palla qëra edhe na Me mujt I këshum bo qështu këngë të mira, po halal të kofë shumë mirë. Alla hile qështu a ke vera dimër se s'po kuptoj të gjysh. Kënga publiku para një vitin nëntor, duket. Okej. Nuk po më kujtohet sakt data me klip kur u publiku. Në 30 dhjetor. E di që është nëntor dhjetor. Okej. Edhe u konë begi shti, ndoshta me thonë se ka gjatë gjerimi dikon një 3 orë, ndoshta e kemi kry, se është një klip që shtash nuk ka pas shumë filozofi, po ka qenë shumë ftoftë se jemi mundu me zonat lindën e diellit. Do më thonë herët mëngjes, që s'ke për t'u bremuqu? Jemi nis në ora njëm duket prej Prishtinës, pastaj kemi vazhdu direkt në Antalya, I kemi bo mundim drejtën Xherema. Po drejtën Xherem. E kemi dhe zjarmin e vogël. Allah hile, kush e dha që ti ide që shtu ti, o regjisor, as mujtet me shku në mramje, me një hotel me flajt pak me pushu, mu që më ngjes me gjiru, Po, na kemi mendu që ashtu, po, unë nuk ku mujt qatë deta, do dashke ta mund të dilën u realizu, ma pak komunikacion, apo? Po, edhe komunikacion, po edhe kështu prej punëve të përditshmërisë me konë ma të lirë. Po dhe për realizimin e klipit kisha dash me falenderu Eni Kuksin, ai është për kujdes për idenë edhe xherimin komplet, nice. Edhe realizimin tamam për profesioni jot? Këngëtar? Si të punu në esen tjetër, veç me muzikë, apo mundesh me mja dal? Punoj edhe agent I shitjes. Okej. Cool. Qysh po do këtë vet janë këtë kohë më marrë me këtë muzikë? Edhe jam të studiu në bachelorin e kam kry në muzikologji. Shumë mirë. Ndërsa masterin mora pak një tek tjetër me ndru pak. A është e vështirë me u marrë me muzikë, sidomos me këtë zhandër që ti tu je majt? Sa është e vështirë me mbijetu? Po, është e vështirë, muj me thonë pak, po ndoshta vullnetja dhe dëshira e madhe për me pru diçka të mirë gjithmonë nuk shtëron asnjëherë. Edhe
kam shumë motiv, se ti më vjen ai dashuria e madhe që kam për muzikën. Kur bën muzik live, a ki bashkëpunim me kon bashkëpunon, kon i ki instrumentistat? Kur kam po më herët, Ose kur ki- po, kur ke për bërë momentin kuptoj, nuk është që kam naj bashkëpunëtor, po zakonisht kam punu me Riad Ramadanin, është gitarist okay. Ferizajt, të përshëndesim. Patjetër, po. Edhe Shëndesim, më ka ra me punu edhe me disa gitarista tjerë, po zakonisht muzikë akustike kam këndo në vende familjare, po. muzikë qetë. Kush t'inspiron për muzikë? Cili është inspirimi jëtë, cili band, cili këngëtar, ka në ndëgjon? Unë dëgjoj të gjitha rrymat muzikore, mund të them se unë mendoj që një muzikant i mirë do të më dëgju gjitha zhanrët pa dallim muzikore. zhanre. Ndoshta në muzikën pop, unë pëlqen ma shumë Alban Skenderaj prej Djempe me Flori Mumajesi. Ndërsa prej po flasim për shqiptar nëse është Po, pyetja. patjetër. Edhe këtë prej botën, ja. vajzave Rilena Ara e kam kështu që më pëlqen shumë. Ta më Oh, edhe stili edhe shka bjen në treg. A ka në sen tre, me kong tre, ku po më nënë mi bo? Po, na jemi Ku i shkruan studio të tekstet, punu në ton kohën, ku ka me pas edhe një kongë e re shumë shpejt, është një bashkëpunim me këngëtaren Melisa Manuka, cilën e përshëndes, është prej Shqipërisë. Ka me qenë një kongë shumë interesant, pak ma ndryshe se këto tjerat që i kom deri tasht. Po. Edhe shpresoj që publiku ka me prit mirë. Bukur. Shtu po shka diçka Musicland. Po, ka Okej. qenë Festivali Internacional në Macedoni, Qysh është prit? është prit shumë mirë. Aty kom performu kongën tem originale, Moonlight. Moonlight? Po, historia e Moonlightit është një po du me tregu edhe me shpërnda. Po, patjetër. Këngën e Po. kemi punu për me përfasu shtetin e San Marinos në Eurovision vitin Oh. në pak këtë vetë, në 2025 Po. në janar. Ftesa ka ardhë prej Kazakhstanit, ka qenë antar jurie prej San Marinos, edhe i pëlqej shumë performanca dhe vokale, edhe më tregoj pak a shumë se San Marino është një shtet i vogël edhe pelejojshin pjesëmarrjen edhe prej të konkurrentëve që s'janë vendas. Edhe duke bisedu me kompozitorin e kongës Lesbo Shtrakaj, Po. tha e kam një projekt mirë edhe kur ma tregoj vetë si dem unë pëlqej shumë. Edhe pastaj kemi punu, e kemi realizu edhe ditën e fundit të aplikimit dhe kemi dorëzu. Oh. Edhe pas 2 ditë na ka ardhur emaila që është pranu për fazën e parë konga. Pastaj kemi optu drejt San Marinos, me aty ka qenë audicionet e para. Audicionet i kalu me sukses, pastaj konga jonë u zgjadh edhe për në gjysmë finale. Edhe aty më paraj rrugtimin Aty në u gjysmë kryfet, finale. Po, Yeah. po ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, edhe konga është prit shumë mirë, ka pas komente shumë të mira. Ku? Në San Marino Po. flasme. Po, thash cool, se lë nuk e shqiptova mi. Jo, s'ka lidhe. Se unë kam qef me u keq kuptu nga një herë, se po du me zi debat. Gjithashtu e kom paraqit edhe në festivalin e Music Landit në Macedoni. Në fakt, këtë vetë e kom pas gjithashtu një mini turn në për Europë. Kam pas koncert në Turqi, Portugali, Macedoni, në Qipro, Bullgari, po për shkak të një aksidentit vogël që kom pas me kom, është dasht me janë blu. Ose me i shty. Po, ndoshta për vitin e ardhshëm. Po, për vitin e ardhshëm kuptohet. Patjetër që do të mu zaventsua jo kosës. Edhe në momentin që bana më mirë, arrita me zonë këtë festivalin në Maqedonisë dhe thash mos ta hupim se gjithë vejra më shkoj shtrit. Po, pas ke pushu në flad. Po. Kaluse. Atë e performum. Pak ndërmend me u kthy me bo muzik live në për Kosovë, në për lokale. Jemi të e mendu. Besoj që ndoshta po. Se tanë kjo pjesëmarrjeve në për botë, mu i me thonë, që njerëzit normal që edhe të kërkojnë, edhe dojnë, edhe të adhurojnë, pse jo me i servu edhe muzik live në për lokale. A e ki mendu me, kanë e ki mendu me... është shumë herët për me dhoni një përgjigje tamam definitive, po jemi të e mendu ndoshta dhe në ditët në vazhdem. Patjetër. Ndoshta. Cool. Kënga magjike 2025.
Kënga është për ty e për mu. Qa ke dasht me thonë me këtë titull? Kënga është për të gjithë. Okej. Ka ardhur shumë spontan si titull. Okej. Edhe është një pjesë e këngës, domethënë në refren për ty e për mu. Kuptimi i këngës është pak a shumë mes një çifti, kështu që edhe kemi vendosur me ja lënë titullin. Bukur. Qysh është prit? Është prit mjaft mirë, me një audiencë ma të gjerë ndoshta se këto këngë të tjera, këtu në Kosovë dhe në Shqipëri, jam shumë i lumtur. Është edhe kënga pak ma e kapshme, ma melodioze, tamam e kohës, vjeshta. Edhe jam shumë i lumtur me komentet, me shpërndarjen, me e kum pa që edhe në radio e kanë lëshu, kështu tamam kum hyrë në kërë dhe tamam e kum qu radio kënga një gjësi e mirë. Normal. Kështu që jam i lumtur me suksesin që e ka, se është edhe një këngë që kum publiku tash së fundmi, para një muaji, kështu që është akoma duke u dëgju, duke u promovu. Cool. Edhe është u prit mjaft mirë. Ndoshta një ndër prej më të mira deri tash që e kum publiku. Po kthehemi pak edhe po folim për çmimet që i ke fitu. Çmimi i parë kur e ke marrë, çfarë ndjesie ka qenë? Flasim pak për çmimet që i ke marrë deri sot. Po, tash pelama destinala është ku marrë shumë çmime të para, tash po filloj prej Jo, s'ka lidhje, nisa prej fillimit. Çeki, po në Çeki, domethënë në Prag. Nuk është që e kam prit, sepse edhe aty u paraqita me këngën tem origjinale, sepse nuk ka qenë kriter me u paraqit me një këngë origjinale, po se ka qenë ma shumë se një vocal competition. Edhe jam i lumtur që edhe juria ka pëlqy këngën edhe kam vlerësu me çmim të parë. Pastaj pas Pragës se kam pas festivalin e Greqi, edhe aty nuk është që e kam prit vendin e parë, nuk po di që më thonë, unë nuk shkoj nuk bëj muzikë për me fitu çmime. Thjesht bëj muzikë se e du edhe normal. Kam qef edhe publiku me pëlqy, me dasht. Po edhe kur shpërblehet, normal që është një gjësi shumë e mirë, emocion shumë i madh. Normal që është merit. Edhe besoj që shpërblemi punës palasshme ndoshta. Bukur. Atëre kishum shku me një blok të marketingut që Ermalin me lon me pushu pak se shumë është të fol. S'po di që më nalë. Shumë mirë, neve kjo për na pëlqen. Atëre edhe njerë faleminderit Friks edhe Peperifik. Na shkoj me një blok të marketingut edhe kthehemi prap në studio me Ermalin. Pas blokut marketingut edhe e ndëgjumë edhe një këngë të bukur, por i kthehemi prap në studio me Ermalin që të bisedojmë pak për festivalin e këngës Mollkuqet. Na fol pak për këtë festival. Në këtë festival kam qenë antar jurie. Wow. Po. Ka shpejt. Është festival për fëmijë. Fenomenal. Edhe nuk është festivali i parë që kam qenë antar jurie, gjithashtu kam qenë me një festival tjetër internacional që është mbajtur në Izrael gjatë kohës në 2021, nëse nuk gaboj. Edhe në një festival tjetër në Poloni, po ashtu ka qenë me vlerësu talentet e reja. Kështu që është edhe një eksperiencë ndryshe edhe si antar jurie. Qysh u bo me kon antar jurie? Kanë ftu apo është në apliku, apo falë suksesit tënd? Falë suksesit të mi, më kanë fëtu edhe se antar jurie. Qysh u ndjeve kur të ftun? Në fillim pak kështu
Si të ardhmarë. Të detshme, ju mësu gjithë mund t'irë me kënu. Po. Ta na thash, okej, pse jo. Edhe aty marrë të mirë që e kam pas arsysh me organizatorët e festivaleve me më pas si antar jurie. E sidomos këtu në Izrael edhe në Poloni kanë qenë festivalet online. Ndërsa Mokuqët ka qenë e drejt për drejt, që është mbajt në Negjilan. Edhe faleminderit shumë drejtoreshës Arta Aziri Nuhio patjetër për ftesën, knatësi. Sa kohë e vështirë me vlerësu një fëmijë? Jo ky më i mirë, jo ai më i. Po, unë mendoj që është pak e rëndë sepse sidomos kur kish të bësh me fëmijë, se do të gjithmonë me mundu me suportu edhe me i thonë krap. Po e mira e festivalit kanë qenë që të gjithë fëmijët, përveç çmimit të parë, kanë marrë çmime ndryshme. Kanë qenë dikon 35 mars, ku secili ka pas një çmim ndryshe, solisti më i mirë, paraqitja më e mirë skenike, kompozimi më i mirë, teksti më i mirë. Kështu që të gjithë fëmijët kanë dalë me diçka, edhe kjo na ka lehtësu pak punën neve si antar jurisë. Përveç çmimit të parë, ne kemi pas me vendos poenat, edhe me pasaj pas performancave kemi mbajt atë mbledhjen për me u konsultu me zvete se cili çmim për cilën këngë e mendojmë. Edhe përveç çmimit 3, 2 edhe të parë, kjo është edhe e mira edhe si një shenjë motivi për këta fëmijë të tjerë për me vazhdu, me punu, me promovu. Ke prap ftesa për juri në një festival tjetër? Për momentin. A do me vazhdu këtë punë? Është interesant edhe besoj që pse jo e kisha vazhdu. Qërë njerëz, ju që doni me organizu festivale që konkurojnë fëmijët, që e ku e keni njërin adekuat, thirrni, që pas ka përvoj, një kohë shkurt, po shumë e mirë, shumë e suksesshme. Po du mu këthy prap të muzika edhe të bendet që ti adhuron edhe t'japin vullnet për gjithë shka. A ke pas rast idolin tanë për shembull cili do që është me shku me ndëgju live në koncert? Si a i huj, si i Joni? Se përmend Albanin? Po. Albani nuk më ka rast me pa, besoj që tash në 10 orë do jem pjesë. Albani bilet, një bilet lutem Ermalit, pa tjetër, në vend parat. Edhe Arilena kam parë në Hard Fest këtë vetë. Po, Arilena Ara, po. Faleminderit njëse. Kështu që knasi. Edhe një organizim shumë i mirë i Hard Festit, një ndër festivalet më të mirë që e kemi. Po, kontaktet me këta persona, po me nëjë persona se është shpreha keq, me artistët ma mirë është me thonë. Qësh është kontakti ju i me ta? A keni kontakte, a bashkëpunoni, a bashkëbisedoni për nëjë projekt, për nëjë organizim, qëfar do që është, për nëjë bashkëpunim, ndoshta? Po kemi kontaktet, ashtë edhe për me arritë bashkëpunimi, vynë pak kohë punë, edhe nuk është letë tamon me këta artista që i përmenda. Po tek kënga magjike antar jurie ka qenë Jonida Maliqi, edhe kam pas kështu tamon një bisedë nga afër, jam shumë i lumtur që kënga i ka pëlqy, më dhe ka qenë një ndër supportuesit më të mëdha Jonida Maliqi, Manjolla Albani, Enis Neziri, këto këngëtarët që janë më me emër. Shumë mirë. Mirë, kisha pas shef me ndëgju këngën për ty e për mu, edhe rikthehemi pak me bisedu bashkë për këtë këngë. Për ty edhe për mu, Ermal Demiri. Rini ju rini. Shumë e bukur ka nga realizimi, këndimi, sidomos shumë i mirë. Po du mu rikthuj pak të Beko and Friends. Pak eksperiencën tonë me bashkëpunim me Bekimin. Qa ke fitu për asaj kohë? Kënga me Bekën, ndër yje, ka qenë një ndër më të veçantat, muj me thonë, edhe një stil më ndryshë se
se jemi mësu më pa dhe me publiku kong. Kështu që për mu ka qenë shumë knasi e madhe dhe e falenderoj, dhe ku falenderu shumë herë, e falenderoj prap, sepse ka qenë një eksperiencë shumë e mirë edhe pastaj edhe koncerti realizum ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Kemi pas edhe disa performanca në Prishtinë, në dimër, në verë në dimër e kemi pas, po. Edhe në dimër verë. Edhe ashtu edhe kështu. Po, të dy. Edhe verës edhe dimër. Edhe ka qenë një kontakt edhe një miqësi që kemi kriju shumë e mirë. Kështu që shpresoj që edhe në vazhdim e pas bashkëpunime me Bekën, pse jo. Besoj që keni përfitu shumë përvojë edhe profesionalizëm sa i përket muzikës, sepse Beka është një djalë shumë i thjesht, po qatë shumë jep sa që s'ta merr mendja. Po edhe për mu ka qenë knasi që kum pas rastin me punu me ta. Në atë kohë, kush e ka bëk tekstin? Me Beko? Aida Yamin. Aida Yamini, po, patjetër. Shumë bukur. Mirë shumë. Unë e kisha pas qef me ndëgju Ermalin edhe me ditë, jo sigur, se këve thot që është e sigurt, kudo që janë nis live muzik me bo, po shpresojmë që sa ma shpejt Ermali me janë nis me bo muzik live, kudo, në për Kosovë, në për Shqipni, ku dojnë ma shumë një me këtua atje? Në Shqipni ndoshta sa e kom fillu, kështu që Kosovë mu i me thonë, Kosovë i kom pas paraqitjet e mija ma shumë. Kosovë në Shqipni përveç këngës magjike edhe festivali Lulebor, nuk është që kom pas naj paraqitje tjetër. Po publiku Shkodran janë shumë në gratë. Në momentin që kanë qenë të e performu kongën, do me thonë në mes të kongës kanë duar zërkit qatë shumë, sa që ma kanë dalën një shtys edhe më thonë që në që e gjithë teatri Migjeni do shtatë ka rastis me po që është një teatr madhështor mu shumë kam për ty, kjo është fitoria ma e madhe, kështu që besoj që edhe publiku i Shqipnis është të më përqafu dita dites. A ka ndodhë me të nalë rrugë me kërku në nënshkrim në foto, a ki pas kësi raste? Sa shumë e mirë kjo është? Jo, nuk kom pas, po ndoshta edhe që nuk i kam shumë vende specifike, kështu kur ri, edhe nuk shkoj ma shumë vende të qeta. A si i thamu në njerëzoj. Mulle se Ermalin e kine aty kur do që e doni edhe adhuroni. Me vërtet edhe kështu, edhe para se me fillu me muzikë gjithmonë më kam përqy këto vende që janë ma të qeta, jo ka shumë zhurën. Po. Edhe ndoshta edhe tipjen e kam pak ma... Më shefesh? Jo më shef me apo ambienti ma i qetë, edhe step jo ma i qetë. Edhe kur të foljes është që kam shumë qaf me bërtit, se kur do që e ngritin volumin. Kështu që më pëlqenjë vernat e qeta. A i bjen instrumentit, a keni instrument në shpi? Po, e kam një piano. Piano ne kemi pas edhe obligative kështu në shkollë. Po, pa tjetër. Kështu që nga një herë. A i bjen në shpi kur teket në ere kështu? A ushtran? Po, kur gjej kohë të lirë, edhe pse këto kohët e fundit nuk është që më të pas shumë kohë me jo përkushtu instrumentit, po nga njëherë po. është pak e vështirë se mu konë gitare, hajte merë me veti, po piano. Po, piano është ma problem. Se s'del në gitare ti, se të vynë. E vërtet edhe ku më vynë shumë. Po nuk e di. Bukur. Kisha pas qef me na dhonë një mesazh për këtë rinin që dojnë mu marë me muzikë, kanë dëshirë dhe kanë talent. Qa i kishe thonë, qa i kishe sugjeru që me vazhdu rrugën? Adhonjëm pjesë të ty në atë sa ki eksperiencë jo ma akoma duke ndërtu atë rrugën, po deri tash prej eksperiencave të mia që i kam mësu është që mos u dorëzoni asnjëherë, vazhdoni punoni fort, sepse ndoshta një derë mbyllet, 3 tjera të hapën, kështu që gjithçysh. Mjafton veç mos mu të shpëru asnjëherë. Edhe në momentin që e doni diçka, me punën besoj që ka me u arrit. Kjo është mesazhi i Ermalit për ju rini e dashur që doni mu marrë me muzikë dhe që doni muzikën shpirtnisht, jo veç sa me fitu. Mos u nalni, mos u dorëzoni, sepse rruga është shumë e gjatë, po është edhe shumë e mirë. Çka s'del rrugës?
Çka do që takon diçka të mirë, merre, shfrytëzoje, bane. Unë këtu po shoh diçka në Autumn Art Contest. Po. Okej. Kjo ka qenë ku ju më kam pjesë e juris. Apet? Po, në Poloni. Kjo është mbajt në Poloni. Po. Është ka qenë edicion online, që është mbajt në... Edhe kam qenë njëftum si antar jurie, edhe këtu në eksperiencë veçantë. Juri online. Po. Qysh ka funksionu kjo? Kjo ka funksionu, për shembull të gjithë pjesëmarrës i kanë dërgu koverat e tyre në organizatorëve të garës. Edhe pastaj ata na i kanë përcjell neve dhe është dashur me ul, me i dëgju edhe me i vlerësu me pikë. Pastaj fituesi vendi i dytë, vendi i tretë, vendi i parë kanë pas çmime të ndryshme, monetare me vlerë të ndryshme. Bukur. Euro Music Vision. Edhe kjo është një lloj festivali apo? Po, kjo është tash për në vitin e ardhshëm. Se vetë se pas jam zbulu. Po, unë veç jam të zbulu, se ne kada ka dale. Unë jam si breshka, kada ka dale, po shumë i sigur. Po. Viva Italia më duket ka emri i festivalit se jemi akoma në diskutime. Po. Nuk është definitive, po në mars jam i ftuar në Rom të Italisë për me performu një ndër këngët, një prej këngëve të mia, të cilën nuk e kam vendosur akoma të cilën. Kam drejt me këndu edhe shqip, po normal të tjerat anglisht. Kënga ashtu bogati, domethënë. Muj me këngë të re, muj edhe me këto që i kam. Nuk është obligative me pas, është si një lloj koncerti, kështu që ma shumë është mu promovu unë si artist. Patjetër, po me këngë të re, hala ma mirë shkon me... Po. Shofim sa po muj me i kry këto projektet e tjera deri në atë kohë. A ja ki mësuj albumit me ba? Albumin tënd me këngë tua? A menon me bo album? Normal, gjithmonë e kemi në mendime, po nuk isha dash këtë pjesë kom qaf me lonë si surprizë, sepse është hapat e parë, kështu që nuk është që muj me thonë diçka konkrete. Okej. Cool. Po dhe nëse bën bashkëpunime ka plot, s'ka problem. Po a merr pjesë në me kësi organizime që dalin njerëzit me shetit, për shembull me Wave Travel, me po, kam qenë vitin a ftojnë apo shkon për çfarë? Po, ju më kanë ftuar vitin e kaluar në camping, edhe ka qenë hera pare jam në camping, edhe kam qenë ftuar se këngëtar edhe aty kemi pasur. Inshallah kon verë se Po, verë sa Wave camping në verë. Okej. I thamë me bodë dimrit ta këshyrim për shkobot. Qysh o kon eksperiencë shumë e mirë, kampin e pata provu aty për herë të parë. Edhe atmosfera që u krijoi në kamp ka qenë shumë e mirë. Unë e përgëzoj edhe Valdrinin për këtë iniciativë që e ka, sepse me të vërtetë i vijnë në vendit. Ka pas muzikant pjesëmarrës tjerë apo e koni vetmi? Aty zakonisht është me javë, për shembull në javën tjetër është dikush tjetër. Unë kam qenë me gitaristin Denis Regjepin, cilën e përshëndesim, po profesorin, po patjetër. Edhe kemi performu 2 natë. Bukur. A keni flajt jashtë amrena? Jo, i kemi pas tendat. Tash. Me siguri si keni lonë njerëz të rahat me flajt të natën, i keni bo muzikë, keni knaq. Jo, se ka qenë ora e taktuma, dhe nuk është që kemi pas qaf me të pru ashtu. Bukur. Po, ka qenë një atmosferë shumë e mirë, edhe ja vlen me vizitu si kamp. Bukur. Ja kisha rekomandu. Sepse është edhe një ndryshem prej këtyne pushimeve klasike që shkon me një hotel, me një resort. Kjo është shka bio, ja. Po, është ma interesant. Bukur. Mirë, atëherë, unë e kisha falenderu edhe një herë sponsor tonë Peperifikun edhe Friksin. Ermal, ty tash me nalë me të pyt, neve na zë sabaji. Unë e kisha pas qef pak edhe ti me na dhonë edhe disa fjalë të mira për njerëz që je duke bashkëpunu edhe që donë mi falenderu që kanë bo për ty dej sot.
Patjetër, pikë parë është familja që mbështet gjithmonë, ndërsa sa i përket krijuesve të këngëve të mia, Lez Boshtraka, Ariola Zadrima, Auron Deva, Gzim Hasani, Gentiana Azizi, kom pas shumë bashkëpunëtor deri tash, kështu që mes të cilin që kom punu, për mu ka qenë kënaqësi dhe privilegj, edhe falenderoj shumë që janë gjithmonë pranë meje në gjitha aspektet. Mirë, faleminderit shumë për kohën që e ke nda, më kanë me neve në Acoustic Night, edhe nëse je konë vetë, po na u knaqe muhabet. Patjetër, kënaqësi për që herën tjetër do të bëhemi pak më ndryshe gati, do të performojmë edhe live, sa ti kryjmë të obligimi, se di që e konë shumë në zonën, po prapë falenderoj për kohën që e ke nda për neve. Kënaqësi për mua gjithmonë me qenë faleminderit për ftesën, për mbështetjen, se për juve ndoshta është pak, po për neve artistëve të ri domethënë shumë një mbështetje. Unë po mendoj që aq më shumë që ki punë, famë, aq më shumë do të me marr pjesë në për media. S'po ko mendoj unë. Po, normal se tyra publike janë edhe shembull më i mirë për gjithë, edhe pse jo kur tipet mundësia me dalë me thonë një fjalë të mirë, një mesazh të mirë, me përcjell energji pozitive, edhe me shpërnda punën tane me tjerë, pse jo. Patjetër. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju. Shumë faleminderit. Faleminderit Pepperifik, faleminderit Frix. Ju falenderoj dëgjues të dashur që ishit me neve në këto minuta në Acoustic Night këtu në 102.2 FM në Radio Plus. Qëndroni me ne dhe takohemi të ejtën tjetër. Wow.